Sot jemi në provat e një koncerti mjaft të veçantë të muzikës klasike dhe ritmeve të tangos. E me një është solistja Vikena Kamenica. Mirë se erdhe në Prishtinë. Mirë se ju gjeta, kënaqësi gjithmonë. Është vepra Misa Tango, ku ju jeni soliste sot, dhe si ishin përgatitjet? Me thënë drejtën, një kënaqësi shumë e madhe dhe shumë dashuri ky bashkëpunim me korin e Filharmonisë të Kosovës. Faktikisht vi brenda një periudhe të shkurtër, relativisht, sepse isha në verën e kaluar për të realizuar atë vepër të madhe siç mban emër Carmen me operën e Kosovës, dhe tashmë me gjithë atë miqësinë, me seriozitetin, me profesionalizmin që unë gjeta me kolegët e mi të Prishtinës, ishte shumë i bukur edhe gjetja nga Teatri Kombëtar i Operës e Baletit për të realizuar këtë vepër të dy bashkë, dhe tashmë me një bashkëpunim të mirëfillt. Pse duhet ta them këtë? Sepse ishte vetëm kori i Filharmonisë të Kosovës për të realizuar Misa Tangon, një projekt shumë të veçantë që erdhi në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, duke patur një mise-en-scène, një koncept regjizorial të realizuar një pritje shumë e mirë e drejtorit Aulonaçi, që unë të realizoja këtë gjetje të një drame të veçantë, të ndërthurur me pasionin, me shpirtin, me dashurinë, me lirinë, siç Mesha e Buenos Airesit e mban edhe shumë vepra të realizuara nga kompozitorë argjentinas, gjë që solli në një shfaqje të plotë të mirëfillt, kur drama qëndronte, ku fjala qëndronte fort, kur emocioni qëndronte gjithashtu fort, dhe sjell nga trupa e baletit të Teatrit të Operës të Tiranës, dhe pa diskutim me zërat e jashtëzakonshëm dhe të mrekullueshëm të korit të Filharmonisë Kosovës, që treguan një profesionalizëm shumë të madh dhe që patëm një feedback në Tiranë ashtu siç ata vërtet e meritojnë, dhe që unë pres shumë të kemi dhe bashkëpunime të tjera. Më vjen shumë mirë që keni kaluar bukur në koncertin që është organizuar edhe në Tiranë. Vikena, lutem na tregon çfarë pret publikun sot vepra Misa Tangos, për ata që e dëgjojnë për herë të parë? Vepra e Misa Tangos e kësaj meshe të Buenos Airesit sjell një ndërthurje të bukur të muzikës, të ritmeve, të pasionit, të dashurisë, të besimit, që ndërthurja e kompozitorit Martin Palmeri i ka bërë aq të veçantë dhe aq unikale, dhe që në tregun botror ka një forcë shumë të madhe dhe ka një ndjekje të jashtëzakonshme. Kështu që mua personalisht më bëhet shumë qefi që ne bëhemi të gjithë bashkë në këtë vepër dhe realizojmë më të mirën bashkë me orkestrën formacionin e harqeve të Orkestrës Simfonike të Teatrit të Operës dhe Baletit, dhe pa diskutim me korin e Filharmonisë. Dhe për ju si artiste, sa është e vështirë kjo ndërthurje në mes muzikës klasike? Për mua personalisht jo. Për mua personalisht jo, sepse është një nga gjërat që e dua shumë edhe e kam realizuar gjithmonë në një forma, në një tjetër, ndërthurjen që spektaklin ndonjëherë ta jep të muzikës klasike, me tangon, me jazzin, me popin, dhe në momentin që kjo vjen në një vepër të mirëfillt teatrale, kjo t'jep një kënaqësi edhe më të madhe. Unë them që do jetë një nga gjërat më të veçanta, siç e patëm në Tiranë, shpresoj shumë që t'jetë edhe për publikun e Prishtinës. Dhe biseduam pak më parë edhe për bashkëpunimin me Filharmoninë. Sa është rëndësishme një bashkëpunim i mirëfillt, si me Filharmoninë, si me orkestrën, si me korin? Për mua është i rëndësishëm dhe i jashtëzakonshëm. Unë kam atë pjesën e dashurisë që më ngelet gjithmonë për Kosovën, për Prishtinën, dhe që më kanë ripritur tashmë prej 20 vitesh, dhe pa diskutim jemi shqiptar, jemi vëllezër, na bashkon pasioni, na bashkon gjua e bukur që ne kemi, dhe vërtet në venat tona ai gjaku vlon ashtu siç duhet, dhe kjo është një nga gjërat që ne kuptohemi kaq mirë me njëri tjetrin. Jemi shumë pasionant dhe të bësh artin me pasion, për mua kjo është ajo vlera e shtuar që do të ketë çdo bashkëpunim kudo që njeriu do të lëvrojë. Kështu që kur neve pretendojmë të shkojmë afër në Europë edhe më tej,
pa diskutim që duhet ta kemi akoma dhe më të fortë bashkëpunimin mes njëri tjetrit. Vikena, na tregos çfarë emocione ju sjell kjo vepër në momentin kur interpretoni në skenë? E para është ndërthurja e kësaj harmonie, kaq të bukur edhe ritmeve, që të jep një emocion shumë veçantë nga çdo mesh tjetër, ose vepër fetare që tashmë unë kanë kënduar, normalisht që kam edhe performuar në Prishtinë. Kështu që është një muzikë që të ndjell shumë dashuri edhe normalisht që tresh një vëmendje shumë të madhe. Por mua personalisht i kam bërë dhe një analizë akoma dhe më të fortë, më jep gjithmonë shumë emocion. Edhe emocionet në vendin tonë në Kosovë, a janë ende më të mëdha? Po, pa diskutim, është kjo që e kam thënë që në fillim të kësaj bisede, është që e them gjithmonë në çdo intervistë që më jepet mundësia për të folur në Prishtinë. Vërtet, për publikun e Prishtinës ekziston një dashuri shumë e veçantë, gjë që nuk e ndjen asnjë vend tjetër. Domethënë aty çka ndjen në Shqipëri akoma dhe më fort në Prishtinë. Kështu që ndjen vërtet e lumtur, e nderuar sa herë që më jepet mundësia për të performuar në Prishtinë. Dhe ne si RTK Radio jemi shumë të lumtur që kemi një artiste pranë për të realizuar një bisedë, po ndalemi pak te karriera juaj. Nëse mundesh në pika të shkurta disa nga momentet kryesore të karrierës tuaj. Tashmë vitet forta për mua këto të fundit. Po mbyll dhe masterin për regji teatri dhe spektakli në Universitetin e Arteve. I kam shtuar vetes një pasion tjetër kreativ, gjë që më ofron më shumë, akoma dhe më tepër me publikun, është një repertor tashmë prej 25 vitesh, i thon mbi 40 vepra që unë i kam performuar vetë në skenë, që nga rolet më të vogla deri ke rolet më të mëdha, dhe pse jo për ta kthyer këtë një ai pasioni i dytë kreativ për të futur gjithë dashurinë që unë kam për teatrin, gjithë dashurinë që unë kam për operan, edhe për ta zhvilluar akoma dhe më fort për spektaklin, media më ka rritur shumë. Gjithmonë jam në kërkim të ndërthurjeve të bukura artistike dhe për të sjell ato gjërat ndryshe. Unë premierën time absolute e kisha me veprën Misa Tango që u realizua në Tiranë së bashku me trupën e baletit, me orkestrën, me korin tuaj, dhe them që mbase do ishte zgjedhje e duhur për të bërë atë hapin e parë të një karriere ndryshe që mund t'i pasoj performancës time skenike. Dhe sigurisht jeni edhe një motivim për të gjithë artistët e rinj. Për fund të bisedës, cilësi i suksesit për të arritur? Është e bukur edhe thënia që ne gjithmonë e dëgjojmë. Të dashurosh punën që bën. Dhe unë jam një nga ata. Unë e dua punën time. Tashmë unë për 3 brezash jemi artist në familjen time. Është vërtet pasion, jam e lumtur që unë çojmë në mëngjes dhe puna e përditshme imja është pasioni im. Kështu që unë them ky është çelësi i suksesit dhe shpresoj shumë që kjo të jetë vërtet një çelë suksesi për çdo që po dëgjon mbase këtë intervistë. Unë falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit juve.